Mirëmbrëma të nderuar teleshikues, nga edicioni i orës 19, pas pak në lajme do të ndiqni. Pas Tiranës, Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve vendosi rinumërim të votave për kandidatët dhe subjektet në të gjithë qarkun e Fierit, ka qenë kërkesa e koalicionit Nisma Shqipëria bëhet që u pranua nga 2 anëtarët e KAS. Kryetari i PD-s ka vijuar denoncimet për zgjedhjet e 11 maj duke publikuar një video që sipas tij dëshmon blerjen e votave me para. Berisha tha se kjo farsë nuk do të njihet kurrë dhe delegjitimon qeverinë që do të dalë. Gjykata e Tiranës dënon me 30 vite burg Endriu Bodën, të cilin e shpalli fajtor për vrasjen e biznesmenit Edmond Papa, ndërsa si bashkëpunëtor në këtë krim dënoi Albano Velun me 25 vite burg. Protestat të dhunshme dhe kaos në rrugët e Los Angeles, emigrantët kundërshtojnë vendimin e presidentit për dëbimin e tyre nga Shtetet e Bashkuara me urdhër të Trump. Në rrugë dolën 300 trupa të gardës kombëtare. Kombëtarja shqiptare pritet të pësojë ndryshime të pakta për sfidën me Letoninë. Adrian Bajrami mund të zëvendësojë gjymshitin i pezulluar për kartona, ndërsa në pikpyetje është aktivizimi nga minuta e parë e Manajt. Dhe ju njojmë tani më gjërësisht me materialet e përgatitura gjatë ditës sotme, jo vetëm në Tiranë, por votat do të numërohen edhe në qarkun e Fierit. Ka qenë kërkesa e koalicionit Nisma Shqipëria bëhet që u pranua nga 2 anëtarët, Elvis Cefa dhe Ledio Braho. Pas qarku të Tiranës do të rinumërohet edhe qarku i Fierit. Ky është vendimi i Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve, i marrë nga 2 anëtarët e opozitës, Ledio Braho dhe Elvis Cefa. Me kërkesë të 2 anëtarëve të KAS-it, i kërkohet administratës që të kqyri të gjitha kutitë e votimit të qarkut Fier për subjektet zgjedhor dhe kandidatët për votat brenda vendit. Në Fier do të rinumërohen të gjitha votat në 587 qendra votimi, përfshirë si votat për partitë politike, ashtu edhe ato preferenciale për kandidatët. Kërkesa për rinumërim u paraqit nga koalicioni Nisma Shqipëria bëhet, që pretendon se mund të përfitojë 518 vota, mjaftueshëm për të siguruar mandatin e dytë. Në zgjedhjet e fundit, Partia Demokratike humbi ndjeshëm në Fier duke marrë vetëm 4 mandate, ndërsa Partia Socialiste siguroi 12. Ndërkohë, KAS ka rrëzuar ankimimet e Partisë Demokratike në 4 qarqe, Kukës, Korçë, Gjirokastër dhe Lezhë, ndërsa vijon procesi verifikimit për qarkun e Durrësit, ku 2 kandidatët e Partisë Demokratike kanë ankimuar për transferim votash brenda listës së partisë. Koalicioni opozitar ka pritshmëri që rinumërim të ketë edhe në Elbasan. Në qarkun e Dibrës pritet të rinumërohen 44 kuti votimi pas pretendimeve të kandidatit demokrat Xhemal Gjungshi se janë vjedhur votat. Kryetari i Partisë Demokratike ka vijuar denoncimet për zgjedhjet e 11 maj, duke publikuar një video që sipas tij dëshmon blerjen e votave me para. Berisha tha se kjo farsë nuk do të njihet kurrë dhe delegjitimon qeverinë që do të dalë. Këto zgjedhje nuk njihen kurrë. Teksa këmgull se zgjedhjet e 11 majt ishin një farsë zgjedhore, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka publikuar nga Silia Blu disa pamje filmike ku pretendon se persona të lidhur me Partinë Socialiste u kanë dhënë para qytetarëve në Babru të Tiranës në këmbim të votës. Berisha thosë se të gjithë personat që janë në videon e publikuar prej tij janë identifikuar. Siç e shihni, kalojnë duke shpërndarë para në përqoshe për të blerë vota. Edhe pas verifikimeve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, kryedemokrati thotë se të dhënat që jep ky institucion janë të pabesueshme. Asgjë nuk qëndron nga ato që thotë KQZ-ja. Të gjitha janë falsifikime. Fletët mungojnë dhe për këtë ka kaq shumë dokumenta. Rinumërimin e votave e cilëson një akt transparence. Ky proces ka të bëjë vetëm me atë që quhet transparencë. Pjesë të krimit elektoral bën edhe kreu në SPAK Altin Dumani. Altin Dumani udhëheq krimin elektoral në SKAP bashkë me Edi Ramën. Ju përgjigje edhe kritikave të kryeparlamentares Elisa Spiropali dhe ministrit Auland Balla për akuzat që bërin ndaj qeverisë në Asamblenë Parlamentare të Partive Popullore Europiane. Këta kriminalë elektoral do ta pagujnë atë që u bën shqiptarëve. Edhe ata 2 janë eksponent të krimit elektoral dhe jo elektoral. Kryetari i Partisë Demokratike ka paralajmëruar se në ditën në vijim do të publikojë fakte të reja që sipas tij vërtetojnë skemën e quajtur treni bullgar për manipulimin e votës.
Apeli I gjykatës së posaçme ka refuzuar kërkesën e Erion Veliaj duke lënë në fuqi masën arrest në Burg. Kryebashkiaku I Tiranës nuk ishte I pranishëm në seancë, por u përfaqësua nga avokati I tij. Gjykata e apelit të posaçëm ka lënë në fuqi masën e sigurisë arrest në Burg për kryebashkiakun e Tiranës Erion Veliaj. Në seancën e të hënës Veliaj nuk ishte I pranishëm, por u përfaqësua nga avokati Ermir Beta. Për të njëjtën dosje hetimore, togat e zeza lanë në fuqi masën arrest në shtëpi për biznesmenin Elman Abule. Në këtë mënyrë, trupi gjykues la të pandryshuar vendimin e datës 23 prill të apelit të posaçëm. Ndërkohë nga ana tjetër, masa e dhënë më 13 mars po shqyrtohet në gjykatën e lartë me pretendimin e shkeljeve procedurale, pasi sipas palës mbrojtëse nuk është proporcionale. Sipas avokatëve, Veliaj ka ofruar garanci pasurore dhe nuk ka rrezik për prishjen e provave që nuk është pranuar nga togat e zeza. Mbi kryebashkiakun e Tiranës rëndojnë 3 akuza: pastrim parash, korrupsion pasiv në 9 raste dhe fshehje pasurie, e cila u shtua para pak ditësh. Kryetari I Bashkisë së Tiranës u prangos më 10 shkurt me urdhër të gjykatës së posaçme, ndërsa ka kundërshtuar disa herë publikisht akuzat. Prej komunikimit villestar të masës së sigurisë, Veliaj mbahet në ambientet e paraburgimit të Durrësit. Kryetarët e gjykatave të larta të Evropës Qendrore dhe Lindore janë bërë bashkë në një konferencë për gjyqësorin në Vlorë. I pranishëm ishte edhe kreu I shtetit Bayram Begaj. Sfida e Shqipërisë drejt integrimit evropian për kreun e shtetit dikton angazhimin maksimal të gjyqësorit. Ky ishte mesazhi I presidentit Bayram Begaj gjatë konferencës së kryetarëve të gjykatave të larta që bëri bashkë në Vlorë përfaqësues nga Europa Qendrore, Lindore dhe Shtetet e Bashkuara. Pavarësia e sistemit gjyqësor ka rëndësi jetike. Ajo nuk është privilegj apo ekskluzivitet I një posti, por është themel I demokracisë dhe kusht I domosdoshëm për një drejtësi që u shërben qytetarëve. Transparenca dhe llogaridhënia janë 2 parime themelore që garantojnë drejtësinë, besueshmërinë dhe efektivitetin e sistemit gjyqësor. Reforma në drejtësi dhe përmbyllja e procesit të vettingut shihet nga ministri Manja si hap kyç në konsolidimin e gjyqësorit. Sipas tij, prioriteti I qeverisë është digitalizimi I drejtësisë përmes ngritjes së sistemit të integruar të menaxhimit të çështjeve gjyqësore. Qeveria shqiptare ka siguruar planifikimin e duhur buxhetor afatmesëm në vlerën 10.7 milion euro dhe janë siguruar fondet e duhura në buxhetin e vitit 2025 për të siguruar implementimin dhe financimin e plot këtij sistemi për gjyqësorin shqiptar. Konferenca e kryetarëve të gjyqtarëve paraprin atë të vitit 2027, kur Shqipëria do të jetë mikpritëse e Kongresit Botror të Drejtësisë, që pritet të bëjë bashkë krerët e gjykatave kushtetuese, gjykatave të larta dhe profesionistë të drejtësisë nga mbar bota. 55 vite burg ka dhënë gjykata e Tiranës për 2 autorët të cilët vranë biznesmenin Edmond Papa. Krimi ndodhi në dhjetor të vitit 2022 në zonën e Selitës në kryeqytet. Gjykata e Tiranës dënon me 30 vite burg Andrew Boden, të cilin e shpalli fajtor për vrasjen e biznesmenit Edmond Papa, ndërsa si bashkëpunëtor në këtë krim ka dënuar me 25 vite burg Albano Velon. Vrasja ndodhi me 16 dhjetor të vitit 2022 në zonën e Selitës, teksa 49 vjeçari po konsumonte kafe në një lokal. Përhetuesit Bode është personi që qelloi me disa plumba ndaj Papës dhe më pas u ndihmua të largohej nga vendi ngjarjes nga Velo. Hetimet treguan se biznesmeni Edmond Papa dhe I vëllai I tij ishin ndjekur për disa kohë nga autorët e kësaj ngjarje deri në realizimin e atentatit. Prokuroria ka gjetur prova në pajisjet telefonike të hetuarve ku kërkohet nga Velo interesimi për targën e makinës së përdorur nga vëllai I viktimës. Motivi për këtë atentat konsiderohet vrasja e të riut Aleksandr Sadikaj me shpërthim eksplozivi në 11 qershor të vitit 2022 në Tiranë. Andrew Bode dhe Albano Velo kishin lidhje shoqërore me Sadikajin, I cili dyshohet se kishte konflikt me Papën. Tuneli I Llogaras do të monitorohet 24 orë me kamera. Gjatë inspektimit të qendrës së monitorimit, zëvendës kryeministre Belinda Balluku I bëri thirrje drejtuesve të automjeteve të respektojnë kodin rrugor. Tuneli I Llogaras ka tashmë edhe qendrën e monitorimit 24 orëshe në 7 ditë të javës, duke ofruar siguri për të gjithë drejtuesit e automjeteve që kalojnë përmes kësaj vepre. Zëvendës kryeministre Belinda Balluku inspektoi nga afër tunelin e Llogaras dhe theksoi se ka edhe shërbim zjarfikës të dedikuar. Kemi nisur zyrtarisht operimin në qendrën e monitorimit, apo jo? Po.
Shumë mirë. Tani do të shikojmë nga brenda se si është organizuar kjo qendër operimi, duke qenë se flitet për tunelin më të madh në vend. Është një qendër moderne e cila plotson të gjitha kushtet, si për sa i përket gjithë pjesës monitorimit, pra kamerat dhe gjithçka tjetër, por këtu kemi të vendosur edhe zjarr fiksen me të gjitha grupet operative. Balluku u bëri apel drejtuesve të automjeteve të mos shkelin kodin rrugor dhe të mos bëjnë manovra të rrezikshme, pasi do të ndëshkohen. Të gjithë ata që e kanë shkelur limitin e shpejtësisë, të gjithë ata që kanë shkelur rregullat e sigurisë rrugore, që është për shembull rasti parakalimeve në tunel që është i pa tolerueshëm, duhet të dinë se do të përballen me policinë rrugore, e cila padyshim do të marrë masat e duhura. Nëse nuk ju ka ndaluar, nuk do të thotë që nuk do të vi një gjop apo një penalizim për sa i përket lejes së drejtimit. Tuneli Llogaras me një gjatësi për 6 kilometrash përbëhet nga 2 tuba, tuneli kryesor dhe ai i emergjencës, të lidhur me 11 dalje. Ky tunel do të jetë falas përgjatë sezonit turistik veror, i cili njëkohësisht lehtëson qarkullimin e automjeteve dhe redukton kohën e udhëtimit nga Ducati në Palas në vetëm 7 minuta. Kjo javë do të jetë me temperatura të larta, të cilat sipas sinoptikanëve janë më të larta se sa vlerat normale të muajit qershor. Java ka nisur me temperatura përvoluese, dita më e nxehtë e kësaj jave është kjo e hënë dhe sipas parashikimeve të sinoptikanëve, termometri do të ngjitet deri në 38 gradë Celsius. Nëse flasim për pjesën tjetër të javës, kemi një tendencë të rënies së temperaturave të ajrit, duke bërë që maksimumet duke filluar nga dita e martë të pakën deri ditën e premte të luhaten nga 34 deri në 36 gradë Celsius. Do të kemi luhatje të vogla me 1 apo 1.5 gradë Celsius të temperaturave të ajrit, por sigurisht do të mbeten më të larta se sa vlerat normale. Qytetet e zonës sule duke përfshirë edhe kryeqytetin ku do të ketë maksimume të cilat do të regjistrojnë shumë pranë vlerave 34 gradë Celsius, qarku i Beratit, Elbasan, po ashtu Gjirokastra, pritet të kenë temperatura mjaft të larta gjatë kësaj jave. Meteorologët thonë se moti do të mbizotrohet nga intervalet e gjata me diell. Pjesa më e madhe e territorit shqiptar gjatë kësaj jave të jetë në mbizotrimin e motit të qëndrueshëm. Kjo do të thotë që do të kemi intervale të gjata me diell, ku më të dukshme këto intervale me diell do të jenë diell bregdetare, ndërsa në qytetet e zonës sule dhe kryesisht në zonat malore, her pas here gjatë orëve të pasdites do të kemi kalime të lehta të vranësirave, duke bërë që kryesisht në juglindje her pas here kemi momente të paka me rreshje të izoluara. Këta pas shkurtra, por do të jenë prezente në zona të cilat mbeten disi më të rrezikuara nga këto peshë shiu, pritet të jetë qarku i Korçës. Kush do të zgjedhë të bëjë pushime në Bregdet, kushtet e motit do t'i ketë favorizuese, pasi edhe era sipas parashikimeve do të jetë me shpejtësi minimale. Deputetët në Kosovë nuk arritën të konstituojnë as në seancën e 29 kuvendin, edhe këtë herë çdo gjë zhvillua si në seancat e kaluara, lëvizja vetëvendosje tentoi krijimin e një komisioni për votim të fshehtë. Seanca radhës do të jetë më 11 qershor në orën 11. Ndërkohë, mes të krizës politike që zgjat prej zgjedhjeve të 9 shkurtit, presidenti Osmani caktoi 12 tetorin për mbajtjen e zgjedhjeve lokale. Në njoftim thuhet se ky vendim u mor pas shqyrtimit me kujdes të propozimeve të partive politike, si dhe pas një analize të plotë në përputhje me afatet kushtetuese. Zgjedhjet e fundit lokale Kosova i mbajti në tetor të vitit 2021, ku triumfoi LDK që fitoi më shumë komuna, e ndjekur nga vetëvendosja dhe PDK. Hynë në fuqi urdhri i presidentit Donald Trump që u ndalon qytetarëve të 12 vendeve hyrjen në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Presidenti ka arsyetuar vendimin e tij duke përmendur shqetësimet e sigurisë. Hynë në fuqi urdhrat e Donald Trump për të ndaluar udhëtimin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nga 12 vende. Në këtë listë përfshihet Afganistani, Myanmari, Çadi, Republika e Kongos, Guinea Ekuatoriale, Eritrea, Haiti, Irani, Libia, Somalia, Sudani dhe Jemeni. Shtetasit nga Burundi, Kuba, Laosi, Sierra Leone, Togo, Turkmenistani dhe Venezuela janë pjesërisht të kufizuar. Të mërkurën presidenti Donald Trump paralajmëroi se vende të reja mund të shtohen në këtë listë. Sipas udhëzimeve të lëshuara nga autoritetet amerikane, nuk anullohen vizat e lëshuara më parë për personat nga vendet në këtë listë. Megjithatë, nëse një aplikant nuk përmbush kriteret e duhura, kërkesa e tij ose saj do të refuzohet, duke nisur nga kjo e hënë.
Për masat e tij, presidenti Trump përmendi incidentin e së dielës së kaluar në Colorado, në të cilën një shtetas egjiptian hodhi një bombë ndaj disa demonstruesve pro-izraelit, si një shembull pse nevojiten kufizimet e reja. Për mediat amerikane, ky urdhër është i ngjashëm me atë që Trump mori gjatë mandatit të tij të parë, kur ai ndaloi udhëtarët nga 7 vende me shumicë myslimane. Për të tretën ditë me radhë, Los Angeles u përfshi nga trazirat për shkak të protestave kundër dëbimit të emigrantëve të palishëm. Protestat kundër dëbimit të emigrantëve të palishëm në Los Angeles vazhduan për të tretën ditë me radhë, ndërsa autoritetet e shpallën qendrën e qytetit një zonë të palishme tubimi. Automjeteve ju vu flaka, ndërsa disa zona raportuan për plaçkitje. Pati dhunë, sulme ndaj policisë dhe automjeteve në autostradën 101, e cila ka qenë e mbyllur her pas here për shkak të demonstratave të dhunshme. Pamjet me video kanë kapur momentin kur një gazetare australiane u godit nga një plumë gome ndërsa raportonte drejt për drejt gjatë protestave në Los Angeles. Gazetarja e televizionit 9 News, Lauren Thomasi, ishte duke raportuar situatën e tensionuar në Los Angeles, ku një oficer policie i armatosur pas saj e qelloi me një plumë gome. Autoritetet arrestuan të tjerë protestues. Rreth 300 trupa të gardës kombëtare ruajtën ndërtesat e qeverisë federale. Demonstruesit brohorisnin turp t'juvi ndaj policisë dhe disa hidhnin objekte ndaj tyre. Grupe protestuesësh, shumë prej tyre mbanin flamuj meksikan dhe pankarta që denonconin autoritetet amerikane të emigracionit, ndërsa të tjerë u mblodhën në vende të ndryshme rreth qytetit. Presidenti amerikan Donald Trump i quajti demonstruesit turma të dhunshme dhe kryengritëse. Duke folur me gazetarët në New Jersey, ai kërcënoi se do të goditen të gjitha ata demonstrues që përleshen me policinë ose trupat e gardës kombëtare. Nga ana tjetër, Shtëpia e Bardhë tha se presidenti Donald Trump ndërhyri me të drejtë për të rivendosur ligjin dhe rendin për shkak të leadershipit të paepër të guvernatorit të Kalifornisë dhe refuzimit të tij për të ndalur sulmet e dhunshme ndaj forcave amerikane të vendit. Guvernatori i Kalifornisë, Gavin Newsom, i kërkoi administratës Trump të tërheqë urdhrin e saj për të vendosur 2000 trupa të gardës kombëtare në qarkun e Los Angeles, duke i quajtur ato të palishëm. Në një intervistë, Newsom tha se planifikonte të padiste administratën për vendosjen e trupave. Ai akuzoi Trumpin se po përpiqej të fabrikonte një krizë dhe të shkelte sovranitetin shtetëror të Kalifornisë. Nga ana tjetër, edhe sekretari i mbrojtjes, Pete Hegseth, ka paralajmëruar se Pentagoni është i përgatitur të mobilizojë edhe marinsat nëse dhuna vazhdon në Los Angeles. Komanda veriore e SBA-s tha se rreth 300 marinsat ishin të përgatitur të dislokohen nëse u jepet urdhër. Kryetaria e Bashkisë së Los Angelesit gjithashtu fajsoi administratën Trump për nxitjen e tensioneve duke dërguar gardën kombëtare. Edhe presidenti meksikan Claudia Sheinbaum kritikoi qeverinë amerikane për bastisjet e emigracionit. Presidenti amerikan Donald Trump është zotuar të deportojë një numër rekord njerëzish në vend që hyn ilegalisht dhe të bllokojë kufirin SBA Meksik, duke i vendosur zyrës e emigracionit dhe doganave të Shteteve të Bashkuara një qëllim për të arrestuar të paktën 3000 emigrantë në ditë. Trajneri Silvinho e cilësoi skuadër të vështirë Letonin, por theksoi se Shqipëria do të luajë vetëm për fitore. Stadiumi Skonto është stadiumi i Rigës, është një stadium me kapacitet deri 8000 vendesh, por do të përdoren rreth 6000 vende për të pritur sfidën me kombëtaren shqiptare. Është një ndeshje e rëndësishme për të dyja skuadrat, por për kuqezinë edhe më shumë për të vijuar ëndrrën për një kualifikim të mundshëm në Botërorin 2026. Ky stadium do të jetë plot e përplot me tifozë shqiptar, të cilët e mbështesin këtë kombëtare kudo. Barazimi me Serbin ka konkluduar akoma dhe më shumë planet e Silvinhos te kombëtarja shqiptare. Braziliani është faqur mjaft i kënaqur me grupin që ka në dispozicion, pasi në takimin e Tiranës dhanë shenja pozitive. La seconda gara è sempre più difficile. Ndeshja e dytë është gjithmonë pak më vështirë në menaxhimin e skuadrës. Sigurisht që nuk kemi vendosur për formacionin, do kemi një stërvitje të lehtë dhe do kemi një ide se kush do jetë në formacion ndaj Letonisë. Kemi mundësinë për të zgjedhur me gjithë këto lojtarë që kemi. Ma in senso di avere un giorno in più. Silvinho përsëriti edhe një herë se merr përgjegjësinë për humbjen e penaltis nga Rej Manaj.
io penso che è un po' più onesto. Ray Manaj është një futbollist që ka eksperiencë, e njohur që nga viti 2014 kur ishte pjesë e Interit, e kam folur dhe me të dhe përgjegjësia gjithmonë e imja. Në stërvitje praktikohen penallti nga të gjithë lojtarët dhe unë e vendos gjithmonë se kush do të godas. Në futboll ka gjithmonë presion, sidomos në kombëtare. Është i tillë sepse nuk të jep shumë hapësira. Duhet të mbledhim sa më shumë pikë, nuk mund të them se është ndeshje decisive. Duke krahasuar skuadrën e 2 viteve më parë është më pak në tension. Letonia është një farë ekipi që luan një futboll surprizues. Është një ndeshje e vështirë për të organizuar, por shumë e rëndësishme. Për mikrofonin e Klan News, mes Fushori Haslani tregoi detaje nga atmosfera në ekip. Kemi një ndeshje që mund të thojmë gjithë njerëzit që mund të jetë lehtë, por nuk është e lehtë se kemi parë të Letoninë mbrohet shumë mirë edhe na duhet një fitore se ata kanë 3 pikë edhe mungojnë akoma më pak ndeshje, mungojnë 5 ndeshje edhe duhet një fitore se s'bon. Ekipi është mirë, jemi të përqendruar për këtë ndeshje se siç thash, kemi ardhur këtu, kemi ardhur vetëm për 3 pikë. Përballja Letoni-Shqipëri e vlefshme për grupin K kualifikues të botrorit 2026 do të transmetohet ekskluzivisht në televizionin kombëtar Klan. Kombëtarja shqiptare pritet të pësojë ndryshime të pakta për sfidën me Letoninë. Adrian Bajrami mund të zvendësojë Gjimshitin, ndërsa në pikpyetje është aktivizimi nga minuta e parë e Manaj. Mungesa Bera Gjimshitit nuk pritet të ndikojë shumë në planet e trajnerit Silvinho. Braziliani do përfshirë në listën e të federuarve për duelin me Letoninë mbrojtësin Adrian Bajrami. Një zëvendësim kokë me kokë për pozicionin në fushën e lojës, por më pak leadership se sa Gjimshiti. Grinta 32 vjeçarit është tepër e rëndësishme për kuqezit si për udhëheqjen ashtu dhe për koordinimin e repartit para portierit. Silvinho nuk njihet për eksperimente dhe ndryshimet pritet të jenë të pakta. Gjithsesi nuk përjashtohet një befasi e tij për kundërshtarët, duke ju besuar me shumë cilësive të sulmuesve. Strakosha pritet të konfirmohet si titular pas një performance të mirë ndaj Serbisë. Për krah Jeti që duket se ka siguruar vendin në formacionin titular, do ketë balotazh të fortë mes kumbullës Ismailit dhe Bajramit, teksa Hysaj dhe Mitaj e kanë të blinduar fanelen e titularit. Forma mirë ndaj Serbisë konfirmon dhe Shehun, pavarësisht problemeve të shfaqura ndaj ballkanasve, ndërsa si shok reparti do ketë Aslanin dhe Laçin. Dilema mund të jenë të shumta për repartin e sulmit, me përjashtim të Brojës dhe Hoqës, që dhanë shkëndija pozitive në fushën e lojës. Humbja penaltis besohet të ketë ndikuar të Manaj, rol për të cilin do të ketë rivalitet të fortë me Uzunin dhe Dakun. Dueli Letoni-Shqipëri do luhet këtë të martë në orën 20:45 dhe do të transmetohet ekskluzivisht dhe live në televizionin kombëtar Klan. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion lajmi. Faleminderit që na ndoqët.